Njeri apo numër vallë, të gjithë do të duhet të marrin kartën digjitale të identitetit dhe numrin personal. Dhe për këto kërkohet pëlqimi i popullit. Se kërkojnë pëlqimin e njerëzve vallë, që kur të fusin duar tek llogaria bankare, tek biznesi, tek aktiviteti yt, të mos kesh hapësirë ligjore kundërshtimi. Nëse do të kundërshtosh, do të thonë: kishim pëlqimin tënd, edhe pse nuk e kanë, për të pajisur me kartë digjitale dhe numër personal. Në ligj kanë vendosur si kusht edhe pëlqimin tënd. Ndërkohë, nëse nuk e ke kartën digjitale, nuk të ofrohen shërbime. Shkojnë deri atje sa nuk të lejojnë të kalosh kufirin. A është kjo e paligjshme? Sigurisht. Por njerëzit vazhdojnë të jenë në karantinë mendore dhe nuk reagojnë. Fillimisht luajtën me planin gjenocidal të shpimit të krahu, mes pandemisë artifice. Tani nëse nuk do të bindesh, do të humbasësh edhe ato që ke në bank, ndoshta edhe jashtë saj. Pas kartës digjitale të identitetit, pason paraja digjitale. E kuptove? Pas këtyre, do të kalojmë në Smart Cities, qyteti i 15 minutave. E kuptove? Të dashur miq, sistemi politik është ai që i përshtatet njeriut dhe jo e kundërta. Ndaj karta digjitale apo numri personal nuk janë reformë, por infrastrukturë skllavërie. Prandaj, është kamban alarmi detyrimi për të marrë kartë digjitale dhe numër personal, për të cilat është vënë në dispozicion e gjithë armata e propagandës, media sistemike, që bombardon me informacion pilul, me tekste të gatshme, që luajnë në të gjitha vendet e Europës, në çdo portal, radio, televizion, gazetë dhe revistë. Në këtë kohë, njerëz skeptik, gazetar të pavarur, intelektual dhe personalitete me ndikim në shoqëri duhet të jenë thellësisht të shqetësuar për politikën legjislative të diktaturës së re që po instalon Bashkimi Evropian. Këta persona duhet të ndriçojnë popujt për kurthet e tmerrshme që ka ngritur regjimi evropian post-demokratik. Regjim që po qeveris në flamurin e doktrinës autoritare të tolerancës zero, ose nën sloganin propagandistik të distopisë së tyre: ligjshmëri kudo. Por në vend të këtij reagimi, për fat të keq, shumica solide e personaliteteve me ndikim në popull, përfshirë edhe klerin, e kanë lënë kopen e shumë kërcënuar të deleve, të padisiplinuar dhe të paudhëzuar, prej të orekseve të racave të pastra, ose, edhe më keq, prej të ujqërve si dele të konstilacionit, që operojnë me strukturës gjigante, Bashkimi Evropian. Njeri apo numër vallë? Kjo është çështje. Nuk na sundon dot askush, nëse askush nuk bindet. Mast Channel. Please subscribe.